Mirëmbrëma gjithëve, mi se vini në revistën televizive, kundër lajmet e rëndësishme do të ndiqni. Zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri ishin konkurruese, por mjedisi politik ka qenë i polarizuar. OSBE Odiri publikon raportin përfundimtar. Kishte pabarazim mes partive politike dhe kandidatëve. Votimi diasporës u administrua mirë, ndërsa ka dhe vlerësim për pozicionimin e RTS-s. Raporti OSBE Odirit konfirmoi farsën elektorale të 11 majit. Kreu opozitës Ali Berisha komenton raportin e vëzhguesve ndërkombëtar. Rama dëshoi në përpjekjet për të ndryshuar opinionin e tyre. Kryeministri Edi Rama përdor tone kritike ndaj kryebashkiakëve për paketën e maleve. Sipas tij, të gjitha bashkitë duhet të dorëzojnë me urgjencë hartat e zonave prioritare. Neglizhenca juaj ka lënë në pritje investitorët. Autostrada Tiranë-Durrës do të bëhet e qarkullueshme nga makinat në fund të këtij viti. Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku inspekton punimet në këtë aks. Lëvizja nis në fund të muajit dhjetor nga shtatori i vitit që ishte plan. I kthehen sot ndeshjet e Europa League në radio televizionin shqiptar. Kryendeshja Nottingham Porto do të transmetohet drejt për së drejti në RTS1 në orën 21. Do ndalemi mëngjesisht e lajmet ku vëzhguesit ndërkombëtar publikuan sot raportin përfundimtar të zgjedhjeve të 11 majit. Monitoruesit e OSBE Odirit u shprehin se zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri ishin konkurruese, por të zhvilluara në mjedis të polarizuar. Raporti përmend mes të tjerë se mbetet një shqetësim financimi partive politike si dhe mungesa e mekanizmave rregullues për rrjetet sociale. OSBE Odiri vlerësoi pasqyrimin e ekuilibruar të fushatës elektorale në radio televizionin publik shqiptar. Misioni Odir publikoi raportin përfundimtar mbi ecurinë para, gjatë dhe pas zgjedhjeve të 11 majit në Shqipëri, një kopje të cilit radio televizioni shqiptar disponon, ku dallohen qartë vlerësimet dhe rekomandimet për parlamentin që duhet bëjë një ligj të ri elektoral përpara zgjedhjeve të ardhshme. Vëzhguesit ndërkombëtar vlerësojnë 5 muaj pasi u mbajtën zgjedhjet e 11 majit, se ato ishin konkurruese dhe të zhvilluara profesionalisht, por u mbajtën në një mjedis shumë të polarizuar dhe garuesit nuk gëzonin kushtet barabarta loje. Megjithatë, thot raporti, kandidatët në përgjithësi ishin në gjendje të bënin fushat lirisht, megjithse disa raportuan se u përballën me kërcënime. Administrata zgjedhore e menaxhoi procesin në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Votimi jashtë vendit, thot Odir, i prezantuar për herë të parë për këto zgjedhje u menaxhua mirë, pavarësisht marrëveshjes së vonë politike dhe miratimit të kësaj mase dhe disa çështjeve organizative. Partia në pushtet vëren raporti përfitoi nga përdorimi i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të panevojshëm të postit në detyrë. Korniza ligjore ofron një bazë të mjaftueshme, thot Odir, për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike. Ndërsa disa rekomandime të Odir janë trajtuar, shumica e të tjerave nuk janë përfshirë në zgjedhjet e fundit parlamentare, thot Odir. Duke përfshirë ato që lidhen me përbërjen e komisioneve zgjedhore të nivelit të dytë, raportimin e ndërmjetëm mbi financimin e fushatave dhe dispozitat për të siguruar një mjedis të favorshëm mediatik. Përgatitjet teknike për zgjedhjet u kryen në mënyrë efikase, transparente sipas afateve të përcaktuara në ligj dhe në një mënyrë gjithëpërfshirëse nga Komisioni Qendror. Megjithatë, disa palë të interesuara, thot Odir, i perceptuan disa antar të KQZ-s të politizuar, ndërsa përdorimi i votimit jashtë vendit shënoi një zhvillim të rëndësishëm zgjedhor, organizimi i tij doli shumë sfidues, veçanërisht duke patur parasysh kufizimet kohore të shkaktuara nga miratimi i vonuar i parlamentit. Në përgjithësi, procesi i regjistrimit të votuesve ishte transparent, listat e votuesve u konsideruan gjithëpërfshirëse dhe përgjithsisht të sakta, dhe zgjerimi i të drejtave të votimit për votuesit jashtë vendit shënoi një hap drejt një pjesëmarrje më të gjerë zgjedhore. Fushata në rrjetet sociale, vëren Odir, nuk ishte e rregulluar dhe nuk u caktua asnjë autoritet për ta monitoruar. Pavarësisht se shumica e partive politike nënshkruan një kod sjellje mbi fushatat digjitale, disa kandidatë përhapën për mbajtje përçarse ose manipuluese. Kandidatët përdorën në mënyrë aktive Facebookun dhe Instagramin. Ndalimi i TikTok vëren raporti nga qeveria, që nga 6 marsi 2025 kufizoi mundësitë e fushatës së disa kandidatëve. Odir ka vërejtur dhe mënyrën se si u pasqyrua fushata elektorale në media dhe përfshirjen e kësaj të fundit në të gjithë procesin para dhe pas zgjedhjeve. Sipas këtij monitorimi,
RTS ka ndjekur detyrimin ligjor për të ofruar kohë transmetimi falas konkurrentëve dhe vlerësohet për një pasqyrim të ekuilibruar të palëve në procesin e 11 majit. Për kryetarin e opozitës Sali Berisha, raporti përfundimtar i OSBE Odirit faktoi farsën elektorale të 11 majit, sipas tij Rama dështoi në përpjekjet për ta ndryshuar këtë raport. Raporti OSBE Odirit për kreun e demokratëve Sali Berisha fakton atë që ai e ka akuzuar prej kohësh, ndërhyrjen në procesin zgjedhor dhe përdorimin e administratës për qëllime politike nga qeveria e Edi Ramës. Raporti përfundimtar mbështet plotësisht tezat e raportit paraprak, se në zgjedhjet e 11 majit u shkelen parime themelore të zgjedhjen ndërkombëtare për zgjedhjet të mishrura në kartën e Kopenhagenit. Faktohet se në kundërshtim me parimet ndërkombëtare, Edi Rama ka shtruar punojës të administratës dhe zyrtarët në patron të urryer të shqiptarëve për votën. Berisha tha se dokumenti ndërkombëtar konfirmon shkelje të rënda gjatë zgjedhjeve të 11 majit, duke e cilësuar procesin si një farsë elektorale. Sipas tij, Shqipëria ndodhet në kushtet e një partie shtet dhe zgjedhjet e lira nuk mund të zhvillohen pa një qeveri teknike. Prandaj shqiptarët, nëse duan të votojnë të lirë, të përgatitemi për betejën tonë, për protestën tonë, për votën e lirë. Qeveri teknike ne kërkojmë, por të jemi të sigurt se pa zërin tonë të fuqishëm në rrugë dhe sheshet e këtij vendi, ajo nuk krijohet. Berisha akuzoi mazhorancën për shkelje të kushtetutës dhe paralajmëroi mobilizim të qytetarëve në mbrojtje të votës së lirë. KQZ-s Ilian Celibashi, pas publikimit të raportit të OSBE Odirit për zgjedhjet e 11 majit, thekson se duhet të nisi puna për rekomandimet e bëra. Sipas tij, partitë politike duhet të angazhohen për një reformë domethënëse zgjedhore. Gjykimet mbi vlerësimet dhe mbi gjykimet dhe vlerësimet, gjykatësit e zgjedhjeve nuk kanë ndonjë dobi. Partitë politike, veçanërisht ato parlamentare, duhet të angazhohen për të përfunduar një reformë domethënëse zgjedhore brenda një viti, thekson Celibashi në reagimin e tij. Sipas Celibashit, raporti përfundimtar i publikuar sot është një dokument i rëndësishëm për integritetin zgjedhor të vendit. Kryeministri Edi Rama përdori sot tonë kritike ndaj disa kryetarëve të bashkive gjatë prezantimit të paketës së maleve. Sipas tij, kretë e pushtetit vendor nuk kanë paraqitur ende hartat të zonave prioritare dhe kjo neglizhencë ka bërë që investitorët e huaj të qëndrojnë në pritje. Në atë rast duhet kaloj nga tjetër. Kryeministri Edi Rama kërkoi nga të zgjedhurit vendor të përmbushin detyrimet për të përcaktuar zonat në territorin e njësive që mbulojnë, të cilat do të jenë pjesë e programit Paketa e Maleve. Ai nuk i kurseu kritikat për ta, pasi në një pjesë të madhe të bashkive nuk janë finalizuar hartat e zonave prioritare. Kemi shqetësimin që po ecet me një ritëm jashtëzakonisht të ulët në raport me atë që paketa vet ka në thelb. Kjo vonesë është dekurajuese për ata të cilët tani më e kanë çuar sinjalin e tyre që janë të interesuar të hynë në këtë proces dhe prej disa muajsh nuk kanë marrë akoma përgjigje. Ky projekt ligj zgjidh një problem të madh të çliron një problem të madh të pronës, por i jep 500 përfituesve të parë një sër masash të lehtësirave fiskale, siç është përjashtimi nga TVSH-ja, përjashtimi nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, përjashtimi nga taksa e pronës dhe përjashtimi nga tatim fitimi për 10 vite. Rama tha se në ditët e para të shpalljes së programit ka patur një interes shumë të lartë nga investitorët. U bë kjo paket për të lehtësuar totalisht ata që duan të investojnë në tokën e të parëve të tyre dhe që nuk i kanë dokumenta, duke praktikisht përjashtuar vetëm ato pjesë që janë zona të mbrojtura e kështu me radhë. Kryeministri Rama u shpreh se interesi më i lartë i paraqitur deri më tani është ai nga shqiptarët e diasporës. Për këtë ai kërkoi reduktimin sa më të shpejtë të burokracive për të hapur rrugën investimeve që do të sjellin më shumë turizëm dhe zhvillim në territor. Autostrada Tiranë-Durrës pritet të hapet në fund të muajit dhjetor të këtij viti. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka inspektuar sot punimet në këtë aks rrugor.
Sipas saj, afati parashikuar për përfundimin e punimeve ka qenë shtatori i vitit që vjen, por për shpejtimi i ritmit të punimeve ka mundësuar nisjen e qarkullimit të automjeteve brenda këtij viti. Autostrada Tiranë-Durrës pritet të hapet në fund të muajit dhjetor. Kjo është deklaruar nga zëvendës kryeministra njerësh, ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku gjatë inspektimeve të punimeve të autostradës. Ndodhemi në fazën e dytë të këtij kantieri. Faza e parë ka një ecuri të mirë, qëndrueshme, 65%, ndërkohë që faza e dytë ka 80% ecuri. Dhe pavarësisht se unë sot po shikoj edhe afatet kontraktuale dhe janë shtator 2026, për të drejtën mund ta japim një lajm të mirë sot, apo jo inxhinier. Ne shpresojmë që festat e fundvitit ta kemi dorëzuar pavarësisht se afati kontraktual është shtator i vitit 2026. Paralelisht me ndërtimin e këtij aksi të rëndësishëm rrugor, Balluku tha se kanë nisur përgatitjet edhe për gjelbrimin si kundër arredimin urban të kësaj autostrade. Rishikimi i buxhetit të vitit 2025 do të jetë një masë ndihmuese për pensionistët, por jo një zgjidhje afatgjatë për të ardhurat e tyre. Ekspertët vlerësojnë rritjen e këtij buxheti. Buxheti i rishikuar i vitit 2025 parashikon një shtesë prej 7.6 miliard lekësh për skemën e pensioneve. Nga kjo shumë 1.7 miliard lek do të përdoren për rritjen e tavanit të shpenzimeve, ndërsa 5.6 miliard lek janë dedikuar për bonusin e fundvitit për pensionistët, duke konfirmuar një zgjerim të mëtejshëm të këtij bonusi. Eksperti Kujtim Hoxha e vlerëson këtë nisëm si një hap me ndikim pozitiv, por që sipas tij nuk garanton mirëqenie të qëndrueshme. Këtë bonus në aspektin social, kjo ju vjen në ndihmë qytetarëve, do të shërbej për të mbyllur ato hallet me të mas pensioni ose me këtë bonus që do t'u japin. Mënyra e ndarjes së parave në 2 shkallë synon të mbështesë kategoritë më vulnerabël në përballimin e rritjes së kostove të jetesës. I bie që të ketë 2 ndarje, një për ata qytetarë që kanë pensione më të larta, sigurisht do kenë një bonus më të vogël. Pensionistët e tjerë që janë me të ardhurat pakta do të kenë një bonus më të madh. Instrumenti i bonusit të fundvitit nuk përbën ende një politikë të përhershme për buxhetin e shtetit. Shërben si iniciativë ato, qeveria sipas mundësive që ka, e re per se jep, ose edhe sipas subjektivizmit të vet për arsye të ndryshme. Aktualisht në Shqipëri janë rreth 550.000 pensionistë me pension nën 18.000 lek në muaj, ndërsa 120.000 prej tyre marrin më pak se 10.000 lek në muaj. Eksperti kërkon më shumë transparencë në përllogëritjen e pensioneve në mënyrë që sistemi të bëhet më stimulues për qytetarët. Zbardhe dinamika konfliktit me 2 viktima ndodhur në Mans të Durrësit dhe një ditë pas krimit të rënd, policia ka arrestuar 4 persona për veprën penale mos kallëzimin e krimit. Një ditë pas ngjarjes së rënd në Manës të Durrësit, ku 2 persona u vranë jashtë një lokali, policia ka arrestuar për veprën mos kallëzim krimi 4 persona, ndërsa ka shpallur në kërkim Daniel Pepën si autor të dyshuar të vrasjes së Flori Paluçit, si dhe 30 vjeçarin me inicialet GA, si personi që e ndihmoi 21 vjeçarin Pepa të largohen nga vendi i ngjarjes. Të arrestuar janë Erald Cani, Ergi Kadiu dhe vëllezrit Taulanda Emirian Beqa. Nga hetimet e deri tanishme, policia ka arritur të ndërtojë skemën e ngjarjes. Daniel Pepa ka hyrë në lokal dhe pas një kafe të mos shërbyar për shkak se ekspresi ishte i fikur, është konfliktuar verbalisht me kamarierin e lokalit dhe me klientin Flori Paluçi që ndërhyri në debat. Pas kësaj, Daniel Pepa është larguar me automjet nga ambienti i lokalit, ku është rikthyer i shoqëruar nga Ergi Kadiu dhe Aranit Kurti. Gjatë kohës që këta persona po tentonin të hynin në lokal, ka dalë 33 vjeçari Flori Paluçi, i cili dyshohet se ka qelluar me armë zjarri në tokë. Në këtë moment, Daniel Pepa ka qelluar me armë në drejtim të Paluçit duke e plagosur, ndërsa Aranit Kurti e ka qelluar me grush në fytyrë. Pas këtij çasti, Flori Paluçi ka qelluar me armë në drejtim të të dyve, duke lënë të vdekur Aranit Kurtin, por humbi jetën edhe vet si pasojë e plagëve të marra. Sistemit të drejtësisë shqiptare ju shtuan këtë të njëjtë 42 magjistratë të rinj, të cilët do shërbejnë në gjykatat e shkallës së parë në 11 qarqe të vendit. Betojmë.
42 magjistrat të rinj, të cilët përfunduan me sukses shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2024-2025, ju shtuan këtë të njëjtë sistemit të drejtësisë shqiptare. Pas gati 3 muajsh nga emërimi formal, ata morën detyrën në gjykatat e shkallës së parë në 11 qarqe të vendit. Jesh magjistrat, ose sidomos jesh magjistrat gjyqtar, do të thotë që të kesh një përgjegjësi të madhe mbi vete, sepse nuk është momenti që ju ushtoni një funksion apo bëni një punë, po është momenti që ju keni një mision me vete. Jam i bindur që do të mund të kapërceni të gjithë presionet që ushtrohen mbi sistemin, presionet cilat vinë nga brenda sistemit, nga jashtë sistemit. Profesioni që juve keni zgjedhur, besoj e dini, në kohët e sotme është një sfidë e jashtëzakonshme. Vlerat njerëzore, komunikimi vijnë përpara të qenurit gjyqtar, jurist, avokat, prokuror apo çdo profesioni tjetër. Me emërimin e 42 gjyqtarëve të rinj, numri gjyqtarëve aktiv në vend arrin në 307, ndërsa i të emëruarve në 350, por sistemi gjyqësor vijon të jetë nën kapacitet me 67 vende ende vakante. Situata më kritike mbetet në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, ku nga 78 vende të parashikuara janë mbuluar vetëm gjysma. Janë 32 programe studimi të ofruara nga universitetet e ndryshme të vendit që nuk janë preferuar këtë vit akademik nga studentët. Një ditë para mbylljes së procesit regjistrimeve në institucionet e arsimit të lartë, rezulton se në këto programe nuk është regjistruar asnjë student. Në universitetet publike të vendit janë 32 programe studimi nga 650 në total, të cilat rezultojnë me asnjë student të regjistruar. Problematikat shfaqen kryesisht në universitetet rajonale, ku preken degët e shkencave eksakte, atyre sociale dhe gjuhëve të huaja. Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar, Arjan Xhelaj, nisur nga eksperjenca e viteve të mëparshme, sqaron se çfarë ndodh me këto programe. Nëse universitetet e vëren që ndër vite ose pak në vitet e fundit nuk ka pas interes, ata nuk ose i mbyllin, po nuk i hapin, i ngrin për një farë kohë, duke parë nëse kërkesa vërtet pastaj nuk do vinë më kërkesa nga maturantët për këto fusha, atëherë mbas edhe i mbyllin ose riorganizohen. Nëse programet saktuar në një universitet ndër vite nuk kanë rezultuar dhe suksesshme, po në një universitet tjetër rajonal janë suksesshme, atëherë mund të ketë një orientim të tyre që një pjesë studentëve të lëvizën, pastaj shikojnë elementet ekonomik. Në kryeqytet situata është krejt ndryshe, veç 2 programeve aty të gjuhës, letërsisë dhe qytetarimit hispanik, i cili rezulton me 4 studentë regjistruar, dhe programit të përkthimit dhe interpretimit në gjuhën greke dhe angleze, ku rezulton me asnjë student të regjistruar. Programet e tjera, madje dhe ato që kanë qenë problematike ndër vite, rezultojnë me një rritje të kërkesës si pasojë e riorganizimit të tyre. Tirana ka po më të mirë, në sensin që ka vetëm 2 programe, po nuk ka regjistrime, tjerë përse kanë pasur regjistrime mjaftueshëm për të vijuar themi program studimi, dhe pas në universitet që ka 150 programe studimi, është një ecuri shumë e mirë, do thoja. Deri më tani rezultojnë mbi 21.600 maturantë të regjistruar në universitete. Programet më të preferuar për këtë vit janë ato të mjekësisë, arkitekturës, inxhinierisë, kuotat e të cilave u plotësuan që në raundin e parë. Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka paralajmëruar se Izraeli do të mbasë mbështetjen amerikane nëse do të aneksojë bregun perëndimor. Votimi në Parlamentin e Izraelit për këtë çështje ka shkaktuar reagime të forta në Washington. Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se nuk do të lejojë Izraelin të aneksojë bregun perëndimor dhe se një veprim i tillë do të sillte humbjen e mbështetjes nga Shtetet e Bashkuara. Trump tha për revistën Time se u kishte dhënë fjalën vendeve arabe që kjo nuk do të ndodhte dhe se çdo hap në atë drejtim do të kishte pasoja serioze. Paralajmërimi i presidentit amerikan erdhi pasi Parlamenti i Izraelit votoi në lexim të parë një projekt ligj që hap rrugën për aneksimin e territoreve palestineze. Ndërkohë zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance e quajti këtë votim një fyerje dhe një manovër politike shumë idiote, duke theksuar se politika e administratës Trump nuk do ta lejojë kurrë një gjë të tillë. Edhe sekretari i shtetit Marco Rubio deklaroi se SBA
nuk mund të mbështesë asnjë përpjekje për aneksimin, pasi kjo do të rrezikonte planin për t'i dhënë fund luftës në rripin e Gazas. Votimi në Kneset u kundërshtua ashpër edhe nga Turqia dhe Liga Arabe. Ministri i jashtëm Izraelit Gideon Sar është shprehur se qeveria nuk do ta çojë përpara votimin në këtë fazë për të ruajtur bashkëpunimin me Washingtonin. Votimi që kaloi me 25 vota pro dhe 24 kundër është parë si një lëvizje simbolike e ekstremit të djathtë për të ushtruar presion ndaj Netanyahut. Ministria e Jashtme palestineze ka dënuar vendimin, duke akuzuar Izraelin se nuk ka sovranitet mbi tokat palestineze. Aktualisht në bregun perëndimor dhe Jeruzalemin lindor jetojnë mbi 700.000 kolon hebrenj në 160 vendbanime të ndërtuara nga Izraeli që nga viti 1967. Këto vendbanime konsiderohen të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar dhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka cilësuar ato si shkelje të hapura të së drejtës ndërkombëtare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka reaguar ndaj sanksioneve të reja amerikane, duke i quajtur një akt armiqësor që nuk do ta dëmtojë ekonominë e Rusisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka reaguar për herë të parë ndaj sanksioneve të reja të vendosura nga Shtetet e Bashkuara kundër vendit të tij, duke i quajtur ato një akt armiqësor që nuk ndihmojnë marrëdhëniet mes dy vendeve. Në një fjalim në shoqërinë gjeografike ruse në Moskë, Putin tha se këto masa nuk do të ndikojnë në ekonominë ruse, edhe pse shumë analistë kundërshtojnë këtë qëndrim. Presidenti rus u shpreh se sanksionet janë një përpjekje për të ushtruar presion mbi Moskën, por theksoi se dialogu është gjithmonë më i mirë se lufta dhe se Rusia nuk do t'i nënshtrohet kurrë trysnisë nga jashtë. Ai shtoi se zëvendësimi i naftës ruse në tregun botror do të kërkojë kohë dhe do të rrisë çmimet globale. Duke komentuar samitin anuluar me Donald Trump në Budapest, Putin tha se takimi ishte propozuar nga SBA dhe se ndoshta vetëm është shtyrë. Më herët gjatë ditës SBA njoftoi se kishte sanksionuar dy kompanitë më të mëdha të naftës ruse, Rosneft dhe Lukoil, me synimin për t'i bërë presion Kremlinit që të negociojë një marrëveshje paqe me Ukrainën. Sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent tha se këto kompani financojnë makinerinë e luftës së Rusisë, ndërsa eksportojnë më shumë se 3 milion fuqi naftë në ditë. Por ndërkohë pas këtij vendimi, Kina ka pezulluar blerjen e naftës ruse, duke i dhënë një tjetër goditje ekonomisë së Moskës. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, kjo lëvizje pritet të ulë të ardhurat e Rusisë dhe të rrisë çmimet në tregun global të energjisë. Kompanitë shtetërore kineze si PetroChina dhe Sinopec kanë bllokuar përkohësisht tregtinë me rusët, ndërsa rafineritë private po vlerësojnë pasojat e sanksioneve. Ekspertët e energjisë parashikojnë se tani Kina dhe India do të kërkojnë furnizues të rinj, ndërsa ndikimi ekonomik ndaj Moskës mund të ndihet shumë më shpejt se sa pritej. Rusia ka paralajmëruar Bashkimin Evropian për pasoja të rënda nëse do të konfiskojë asetet e saj të ngrira, ndërkohë që propozimi për përdorimin e këtyre fondeve në ndihmë të Ukrainës ka shkaktuar ndasi mes vendeve të BE-s. Çdo veprim nga Bashkimi Evropian për të konfiskuar asetet ruse të mbajtura në llogaritë Euroclear do të rezultojë me një përgjigje të dhimbshme nga Rusia, tha të njëjtën zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova. Bashkimi Evropian nuk ka mjetet ligjore për të sekuestruar asetet ruse, kështu që konfiskimi i tyre do të ishte vjedhje, tha Zakharova. Komisioni Evropian pritet të diskutojë së shpejti një propozim për të përdorur asetet e ngrira për një hua prej 140 miliardë eurosh në ndihmë të Ukrainës. Sipas planit, këto para do të ndihmojnë Kievin të përballojnë shpenzimet financiare për vitet 2026 dhe 2027, por jo të gjithë në Bashkimin Evropian janë dakord me këtë nismë. Kryeministri belg Bart De Wever deklaroi se do ta kundërshtojë derisa të ketë garanci të qarta për përdorimin e fondeve. Ai kujtoi se as gjatë luftës së dytë botërore asetet e ngrira nuk janë prekur. Edhe kancelari gjerman Friedrich Merz ndau shqetësimet e tij, por u shpreh optimist se do të gjendet një zgjidhje e përbashkët. Nga ana tjetër, kryeministri finlandez Petteri Orpo tha se propozimi është ligjërisht i qëndrueshëm dhe merr parasysh shqetësimet e Belgjikës, ndërsa kryeministri suedez Ulf Kristersson u shpreh se mbështetja për përdorimin e aseteve ruse është e gjerë, por shtoi se nuk do të ketë festime derisa të mbyllet marrëveshja. Kjo çështje pritet të hap debat të fortë në takimin e ardhshëm të liderëve evropian. Mirë, me këtë lajm erdhëm në fund të këtij edicioni informativ. Pas pak reklame, emisioni do të jetë Studio Europa, do fokusohet te një analizë për sa i përket ndeshjeve të sotme, pas në orën 21 do të jetë edhe ndeshja Europa League. Qëndroni me RTSH.